Mes punës së pandalur dhe përkushtimit të përditshëm, një bujk ka ndërtuar jetën e tij mes serave dhe tregut. 4 sera të mbushura me kultura të ndryshme janë dëshmi e një pune afatgjate. Tranguj, domate, lule lakër e shumë produkte të tjera rriten me kujdes si brenda ashtu edhe jashtë tyre. Çdo ditë nis herët dhe vazhdon gjatë, jo vetëm në tokë, por edhe në tregun mobil, aty ku mundi i tij takohet drejt për drejt me qytetarët. Në një kohë sfidash për bujqësinë, Gzim Demaçi përcjell historinë e një bujku që nuk ndalet përballë vështirësive, duke mbetur besnik tokës dhe duke ndërtuar jetesën mbi punën e ndershme. Praktikisht na prej 2010-s kemi filluar me sera, atëherë kemi filluar me një serë 2 ore, gradualisht u rrit, sot i kemi 65 ore serë. Në serat tona kultivojmë gjitha llojet e produkteve bujqësore, domethënë çka asnjëherë nuk shkon një produkt, për shkak që të shitja e du me pas kombinim, domethënë domate, tranguj, kungulleshën, brokolli, lule lakën, sallat gjelbër, kep të reja këtu spanaq, faza dimnore. Tash jemi për momentin kemi fidone, gjitha fidonet, pej domatës, domatën e patligjonin me zi, specat, lakën, lule lakën e gjitha këto lloje që janë vynë. Se kom edhe si përfaqe të jashtme, po edhe në sera. Pas një dëmtimi të madh nga breshëri, që për pak e detyroi ta lërë bujqësinë, ai thot se falë mbështetjes institucionale arriti të rikuperoj humbjet dhe të vazhdoj punën. Po, kem pas sfida, për shembull, kem pas sfida para 4 vite, a 5, ku shkojnë vitet, kem pas me breshë. Faktikisht edhe në sera, po dhe si përfaqe të hapën është ka që një dëm i madh, që bajage jemi thuja se jemi ftuar me marrë me bujqësi, po dashti Zoti në atë vit na e kemi pas programin shumë mirë për ministrisë. Se deri në atë vit ka qenë 25% domethënë lira e domit ka përkra, atëherë morëm vendim qeveria që më shkum 82% me përkraje. Kështu që mirë, ka dash Zoti me çato i kemi kompenzu që të dome që jemë, se faktikisht mu ka duft edhe najlonin me rrullë, se shumë ka qenë breshi që edhe najlonin e ka dërdu, se jo për faktikisht që jo për jashtë, që bim të kerit që ka pas është. Ai thekson se për shkak të ngricave dhe kostës së lartë të ngrojes, shmangën mbjelljet e hershme, duke u fokusuar fillimisht në kultura më rezistente. Zakonisht, për që ata në atë arsye nuk shkojnë me mbjelljet hershme, me mbjell për shkak me riziku, se pranvera hershme ka herë do natë që ka me ngrica dhe një natë mjafton me prodhu me nxemje, bajagi është një koste e madhe dhe nuk mundesh me arrit se prap jemi tash me tregun e Shqipnisë afër edhe shtu që bjen tregu i Shqipnisë dhe nuk mundesh me dal me çmim të kostës na që kemi për shkak se përpara është bë edhe me nxemje. Kështu që faza dimnore shkoj me sallat gjelbër, sallatën e gjelbër, spanaqin edhe kepën, të cilat nuk i dëmton. Kum fillu edhe brokollin, edhe me brokollin ka qenë mirë, nuk është ka vanu derisa ka ardhur te përfundimi i brokollit, po prap nuk është dëmtu. Nëse nuk dëmtohet, domethënë, e për tokë tjera speci domatja këtu janë shumë ndjeshme, sidomos trangujt. Tash është interesimi shumë i madh. Përpara bile dhe faktikisht kur tregova që atëherën e parë kur kem filluar me sera, është konë për ministrisë 5 orë, unë 2 orë kisha, 5 orë me apliku për serë. Edhe atëherë dhe ishë kur me bo 5 orë edhe më bëllë, se zërë njëri kur bën veç ma shumë edhe halot, 2 halot ma shumë. Edhe është konë, kush njerë me ndërtu edhe tash, është do me thonë më ndërtu sera, tani me dalë paret. Kur ka nërë do të afërmë të qysha nuk t'jepin paret me hera, o kona edhe besimi nuk është konë, derisa dhe më thonë ati qesin paret ajo. Kështu që është interesimi, është i mirë edhe prapë se prapë. Kostet e faktikisht rritja është më e mirë se tash kemi edhe rritje çmime. Rritje çmime jo që vetë kemi dashur me rrit, por është fjala ka ndryshuar edhe çmimet të na. Çmimi derisa del te rritë shitja. Çdo është bajagi shumë tash jo vetë derivatet. Po çdo sen se derivatet nështë lirohen. Po sen e tjera s'po lirohen asnjëherë.
substrati të këtu gjitha janë këtu që duhet më bje falat, çdo herë në rritje. 5 euro, 10 euro, dhe 100 e diçka euro është një pacit me 1.000 falat. Se faktikisht në asnjëherë nuk shkojmë me falat mia, po shkojmë me fala hibride edhe bajegi kushtojmë po prapë se prapë jemi problem. Sfida më e madhe në bujqësi nuk është prodhimi, por shitja, tha Demaçi. Nuk është shtirë kur kish shitje, ma shtirë kur s'ki. Kështu që e kom cekë edhe zisar, ditën e parë kur kum dollë kam po shitje 7 euro e gjysë. Që atë do kur ma e fhtira për mu. Po prapë, kur erdha në shpe, më veti baba tha, qysh këj thash mirë, tha, sa, edhe ma shumë kisha bo dëmë se që kisha fitu. Po e pash interesimin të hëllëm të tregun që ka po lypin ma shumë edhe kështu që ku ma rritë bëjeg e mirë. Ta është kem një dekatën tregun mobil, për veti ja kum po halin ati tregut, se është fjalla, të çmimet, sa do pa, kur t'i shes çmim me pakic, është pak me çmim, po mënona në çmim mesator, me çmimin e shumicës edhe këto. Për shumë kem shumë herë produkte nëse ki sasit madhe, mund është me bajegi me shku në dëmë se nuk ka shitje. Blokohet tregu edhe shtu që një fat i mirë është që e shezet, nuk jam i varën për tregtare. Buj kushton se domatet i kultivon me kujdes të veçantë, duke përdorur teknika që ruaj natyralitetin. Po, faktikisht, po të dhe ato kur jem të po të mbjellën e domatës, e mbjellën me folit zezë, që mos me përdor asë një preparat për shkak që më këto me dollë. Kemi për sham një herë, 2 deri të shkon domatja, kemi mundësi bova kje dhe të më herë bari, nëse del, edhe që ajo është ma e mira që është rrënë. Nuk kuqen, me kuqen nuk e bojme domahon që më po kejt benim faktikisht ka lavesh. Po është bova kja katin e parë pjekët një adë, katin e dytë të re, domahon sa. Na shkonën faktikisht ka e marrë veç cilësht i pjeku, domatja dhe to. Qaj është më mërmenja, edhe toka është e mirë, si të është toka e fut, nuk s'kam nevojë as për plera këtu. Për konsumatorët, pa ndimin e ty në s'kisha mujtë. Se pa shitje, unë s'kisha mujtë, pa djava prodhaj. Shtu që e falenderoj Zotin mas pari që e kam shënetën, që muj me prodhu, edhe që e kam fitu besimin të konsumatorët. Për të fituat besimi, bajegi është mirë me mbajtë. Se me ujtë mërsh me ujtë shumë shpejt. Po me fitu është ka dali, kurse arroj një, është fjalla dha si plumat, po plumat vinë një ka një, po kur tremën kejtë për menjere. Isha dha zdo zoti, më tremë, po vesh me avë një ka një. E për të rritë, është një mirë që ka të regu, nuk është vesh bujësia, po ka dhe me gjithë në qashtë, isha dha zoti veç e ka shnetën edhe punën mas mirë është me bo ku të dojsh. Nëse nuk e dë, nuk i sukses. Puna Gzim Demaçit dhe familjes së tij tregon se edhe kur sfidat janë të mëdha dhe pasiguria e përditshme, këmbgulja dhe lidhja me tokën e bëjnë të mundur një jetesë të qëndrueshme dhe të pavarur.